Më vonë unë kuptova që ekzistonin dhe shërbimet e huaja të cilët ishin shumë prezente dhe që praktikisht prodhuan eskorta mbrojtëse dhe këto struktura u bën shumë prezente gjatë gjithë kohës. Mbi këto struktura tashmë mos e vazhdo këtë. Shërbimet e huaja mbi këto struktura do them këtë fjalë, mbi këto struktura ndodhen ato ngjarje që me drejtë ti. Po pritur. Tani fillojmë. Tani, do të thënë je duke thënë që shërbime sekrete të huaja ndikuan Partinë Demokratike? Absolutisht. Po si ndikuan shërbimet sekrete? Në prodhimin e këtyre eskortave të cilat mitin e mbajtën në krye. Tani ti po thuaj që Partia Demokratike ka pasur bashkëtor të shërbimeve sekrete tuaj? Po të kujt UDB, se nuk po flasim për CIA. Po flasim gjithmonë. Jo, nuk është vetëm UDB-ja. Po kush është? Ka qenë konjunkturët greke shumë prezente. Greke? Po. Në Partinë Demokratike? Do të thonë shërbimi sekret grek dhe shërbimi sekret serb. Në mënyrë posaçme serbët, po kanë qenë edhe grekët prezent. Po çfarë bën ata në parti? Çfarë bën ata në parti? Së pari morën drejtimin si themun, që drejtimin jo vetëm politik, po edhe drejtimin ekzekutiv të Shqipërisë. Dhe mbi këtë drejtim ekzekutiv filloi strategjia e dytë e shkatërimit komplet të industrisë shqiptare. Dhe shkatërimi ka filluar Kush ishin këta? Kontributi tyre u bë evident më vonë. Në këtë periudhë ne ishim të futur në linjë idealiste. Çfarë ndodhi? Diku në shkurt mars të 92-shit, në korridorin Korç, Pogradec, Përenjës, Librasht, deri në Lushnjë, pati një shkatërim masiv të industrisë të industrisë gjithën. Do të thonë përgjithsisht ishin industri e lehtë. Në Pogradec Fjallavjen ishte një industri e prodhimit karrige dhe të mobiljeve, ishte një industri e prodhimit. Ato i thonë karrige Pogradec. Karrige Pogradeci dhe edhe mobilje Pogradeci. Mobilje, po karrige Pogradeci. Sapo kishte filluar sobat Pogradeci. Po, kishte këtë pjesën e fonderisë, përpunimin e drurit, industrinë ushqimore, industrinë e verës. U shkatrua. Të themu një historinë atje ti do skandalizohesh. Dhe në Pogradec u prodhua dhe një industri prodhimi kanatieresh edhe mbathjesh, pambuku, ere, komplet. Sa po ishte vend puna ja? Dhe brenda një dite... Fabrik për kanatiere? Për kanatiere, po. Për të brendshme? Për të brendshme dhe ishte... Kanatieret e Pogradecit përsëri filloi të dëbëtojnë dhe ishin ti nuk e merr mend çfarë kanatiere, çfarë kanatiere ishin? Kanatiere dhe mbathje, sepse ki parasysh në atë periudhë. Do të ishte me kondicioner. Jo, ishte teknologjia shumë e mirë. Pambuk edhe janë Korç, po dhe në Pogradec? Jo, në Pogradec u përqendrua ajo. Bile në atë periudhë Pogradec, sepse Korça kishte linjën e prodhimeve, jo, bujësore, kishte makineritë bujësore. Kishte dhe kombinatin e trikotazhit. Kishte trikotazhin, por në Pogradec sa po filloi dhe ishte teknologjia e re. Po jo, kjo u shkatrua? Dhe ngjarja ka ndodhur për 2 ditë. Për 2 ditë. Mars 92? Në shkurt mars. Pra, sa po ishin futur në fushat elektorale dhe unë atëherë isha kandidat për deputet Pogradec. Ke qenë kandidat për deputet, prandaj e dike shumë mirë. Po jo, e di shumë mirë, sepse mund të them një moment që u dërguan trupat e FNSH-s për të mbrojtur dhe jo për të mbrojtur komplet procesin, se s'ishte vetëm policia doli jashtë loja atëherë është. Dhe kam qenë unë që kam arritur të mbroja sepse mirënin topa gize dhe godisnin ta dhe u qanë me skafandra dhe mburoja të gjitha dhe kam dalë unë, kam marrë një, edhe thot e kam gjurë në shpatullo sa kam marrë një prej tyre në kuriz unë, sepse ju dole për parë topa gize. Fonderia kishte topa gize dhe me te jam godit unë, pa dashje kuptohet, nuk ishte shënimi që pastaj... Ti vete për të shpëtuar për t'i penguar? Jo për t'i ndaluar, falë dyrjes time për i të vërtetës, i ka marrë pastaj trupë FNSH-n, i ka marrë me një anë edhe ishte situatet mërshme, po gjithsesi. Kush e bëri këtë? Këtu, në momentin e parë nuk mirën vesh në që pëndodhë. Po? Sepse gjërat nuk lexohen në momentin kur ti je në eufori, lexohen më vonë, kur ti kupton dhe po t'jap një moment që unë jam futur tek trikotazhi dhe mirja njerëz dhe i nxirja po them me shkelë me nxirja për jashtë sepse thonte e ndër të bëfsha nënë më fal dhe i binte makinerisë me lehtë tjetri. Thoja po mirë mos thoni ç'pun ka makineria që ti godet makineria. Si e lëvizja çertiste? Po fikri si ajo, por në një moment e lexoj të tillë.
Në një moment e lexoj një tillë, po në momentin kur e shifje që gjithë industria, jo vetëm Pogradec, po u sulmua edhe në Korçë. Korça pati një gjë shumë pozitive, që nxori ushtrinë dhe nuk e la, nxori policinë dhe me armë nuk e la të bëjë shkatrimi për të vërtetës. Ndërsa pastaja Prensi, Librazhdi, arriti deri në Lushi. Deri në Lush, gjithë korridori. Nuk arriti gjithë Shqipërinë apo çfarë? Deri në Lush ishte kjo valë, e cila vajti 2 ditë. 2 ditë. Dhe ti kur lexoj në momentin e parë thonë si ka mundësi që përthoh brenda ditës. Këtu absolutisht në një fazë të dytë unë lexova gjithë mekanizmin dhe mekanizmi ishte që strukturat e ODB-s, cilët ishin prezente shumë të fuqishme në Shqipëri dhe vazhdojnë të ishin prezente, ndërtuan skemën për të neutralizuar industrinë shqiptare. Dhe ata ishin njerëz të cilët në themel të tyre kishin një akademi të tërë destabilizimit të një vendi. Një mendim të qartë, një strukturë të qartë, të përgatitur mjaft mirë, të gatshme që në një moment shpërthente për të sjellë një faktor. Tani në këtë periudhë shteti jon ishte jo, më fal që ndërpres. Këtë unë kam trajtuar shpesh në emisionet e mia,